Përfaqësuesi ndërkombëtar ka ndënuar dhunën e një dite më parë në Maqedoni. Ambasada e Shteteve të Bashkuara, delegacioni i Bashkimit Evropian dhe misioni i NATO-s në Shkup, në një deklaratë të përbashkët kanë shprehur shqetësimin për protestat e dhunshme të së premtes, kundër dënimit të 6 shqiptarëve me burgim të përjetshëm, për shkak të vrasjes së 5 fisht në Smilkovce të Shkupit. I bëjmë thirrje qytetarëve dhe liderëve të shtetit që të bashkohen dhe në frymën e dialogut konstruktiv t'i adresohen çështjeve që minojnë mirëkuptimin reciprok dhe marrëdhëniet ndëretnike, thuhet në komunikatën e përbashkët të lëshuar mbrëmjen e së premtes. Në deklaratë thuhet se të gjithë qytetarët kanë të drejtë të protestojnë dhe të shprehin pikpamjet e tyre në mënyrë paqësore, por jo të përfshijnë akte destruktive dhe të dhunshme. Derisa çdo incident ndëretnik apo tentim për të nxitur jo tolerancë paraqet mundësi për politizim apo shfrytëzim të situatës për qëllime personale apo politike, ajo gjithashtu paraqet edhe mundësi për hapjen e dialogut dhe për forcimin e lidhjeve ndërmjet bashkësive të ndryshme ndëretnike, thuhet shprehimisht në deklaratën e ndërkombëtarëve. Sipas tyre, kjo shërben edhe si një mundësi që liderët të rreshtohen në emrin e një shteti të integruar, që respekton plotësisht diversitetin.